Mifti i nderuar, nuk di me ta thonë a ja kemi dalë apo s'ja kemi dalë, edhe pse për mendimin tim më duket si një farë dështimi me fëmijët. Pyetja është çfarë po u lejnë fëmijëve tanë. Në librin e madhnueshëm të Kuranit ka një sure Lukman ku tregohet se si Lukmani i jep disa këshilla birit të tij. Nëse do mundesh, a mund të ma sjellësh sot në realitetin shqiptar, jo botror, shqiptar, çfarë mund t'i thonte Lukmani birit të tij sot? Atëherë të fillojmë nga pyetja e parë, çfarë po ju lëm ne fëmijëve, apo çfarë po pretendojmë se po ju lëm fëmijëve. Në Kuranin famlar, në surën Yasin, në fund të faqes parë, ka një ajet shumë të bukur, ku thot Zoti, në ditën e gjykimit do t'i marrim njerëzit, po e shqipëroj, po e përmbledhi, që mos të tentohet pastaj, domethënë nga shikuesit që e tha gabim, po e shqipëroj dhe po shqip, pra, është përkthim, nuk është do t'i marrim përpara dhe do t'i tregojmë çfarë veprash kanë bërë në mënyrë të qartë. Dhe do t'i tregojmë çfarë gjurmësh kanë lënë. Pra jemi përgjegjës për gjurmët që do lënë, jo vetëm për veprat tona. Dhe fëmijët janë pika kryesore e gjurmëve tona që do lëmë. Çfarë po ju lëmë ne fëmijëve tanë? Në fakt, duke u marrë me njëri tjetrin, duke u marrë me probleme, ndoshta në mendimin ton më madhore, kemi neglizhuar krijesën më të bukur, amanetin më të madh që na ka dhënë Zoti neve si prim, fëmijën. E kemi neglizhuar sepse kemi menduar ndoshta nga që ne si hoxhallar, si miftiler, kemi vuajtur ndoshta për të ngritur figurën apo edhe nga ana ekonomike për të ndërtuar një jetesë në këtë vend me plot probleme, kemi filluar të mendojmë të japim fëmijëve tanë një shkollë tjetër, një profesion tjetër, që këta mos të kenë të njëjtin problem, duke harruar që Zoti vet, atë që predikojmë ne, e kemi harruar për vendon, Zoti vet ka garantuar rrezikun e fëmijëve. Dhe ne kemi neglizhuar pak këtë pjesë, pra atë pjesën fetare, sidomos pjesën e traditës fetare tonë. Se ne kemi shkatruar traditën fetare, e kemi shkatruar për fat të keq. E kemi shkatruar duke sulmuar gjyshrat tanë, duke sulmuar të parë tanë, se si na e sollën këtë fe. Se si ata e sollën me plot halle, ata e sollën me gjak. Kur ka treguar gjyshja ime, Zoti jam mëshiroft, që kur agjeronim ne në uçante buzët deri në gush, i kam thënë vetes, ti ta agjerosh 30 vjet pa ndërprerë dhe një ditë agjerim të asaj nuk e plotson dot. Sepse ne ham syfyr, falim sabahun, i fusim një gjumë dhe nuk e di kur zgjohemi. Pasi qëllije i fusim prap një gjumë tjetër dhe vjen koha e iftarit. Një profesor i joni për ta zbutur pak këtë, na thonte, nëse e kalon agjerimin në gjumë, se vapët i shef në ëndër. Në fakt, a ekziston kjo? Nuk ekziston. Por, për të kuptuar që jemi shumë rahat, jemi shumë komod, e duke qenë komod, është ajo fjala e urtë që thot, kohët e vështira nxjerrin burra të fortë, kohët e mira nxjerrin burra të dobët. Koha e vështirë që në një farë mënyrë na nxorrin neve deri diku të fortë, ne po i rrisim fëmijët duke ja plotësuar të gjitha dëshirat, pa asnjë sfidë, pa asnjë gjë, dhe kemi frikë se këta fëmijë do të jenë ata pjesa e dobët e kësaj. Pra, nuk po i lëm asgjë. Shpresoj tek Zoti i gjithësisë që ata të marrin diçka prej nesh, se ne s'po i lëm gjë. Të paktën në mendimin tim. Të vim tek ajo e Lukmanit. Në fakt, janë shumë shkrimtarë që edhe jo musliman, që kanë marrë thelbin e Lukmanit dhe kanë bërë libra të tërë. Ndërsa ne muslimanët e kemi lënë. Në ditët e sotme, nëse sipas mendimit tim, nëse Lukmani do të ishte para djalit të tij, gjëja e parë që do t'i thonte, o birë lënë telefonin. Na myte me këtë telefon. E dyta, mos u fryej shumë nga ato lajkat virtuale që të vinë, nga ato duar trokitjet që të vinë. E tham në fillim të bisedës,
atë gabimin që unë bëra dhe për shkak të atyre reagimeve që ishin në Facebook, pra unë kam thënë diçka të madhe. Apo të ndjekësve të shumët që janë, ndoshta shumica janë robot digital për të mbush mendjen ty që ti je dikushi. Dhe ne harrojmë shumë shpejt që Mekasit, pra elita e Mekës, për të nxjerrë nga rruga apo për të stopuar rrugën e pejgamberit alayhis salam, i thanë do t'japim famë, të japim famë, do t'japim forcë, të japim forcë, do t'japim para, të japim para. Do gratë më të mira të Mekës, më të bukura, t'i japim. Vetëm ti hiq dorë nga kjo. Pse? Si ju prishte tregtinë atyre. Ju prishte tregtinë, se nuk e kishin problem te feja ata. Nuk e kishin problem. Dhe ne sot vëmë re që për hatër të famës në botën digjitale kemi plot prej atyre të cilët kanë dalë nga rruga në Shkodër përdorim doli filani prej binarsh. Ai binari është ura e Siratit. Siratu mustakim. Është vështirë të jesh në atë rrugë. Dhe shumë prej tyre mund të duar të rokasin. Bravo të qoftë, fole bukur. Fole bukur, po. Hajde bashkë me mu? Jo. Dhe Lukmani alayhis salam, nëse sot do t'i thonte fëmijës së tij, do të ishte gjëja, pra më të rëndësishme do të ishte që ajo fama që ke në këtë botën digjitale nesër mund të shtypet një buton dhe nuk ekziston më ajo botë dhe ti do të jesh askushi. Të fundos. Ne kemi harruar terrenin, kemi harruar xhamatin e përditshëm, kemi harruar hallet e njerëzve që na rrethojnë për t'i dhënë përgjigje atyre që na bëjnë nga bota digjitale. Sepse na mbush mendjen që aty jemi mbreti, aty jemi i parë, aty jemi. Një fjalë urtë tjetër thotë, jo çdo gjë që të ndjek është miku jot, sepse edhe armiku të ndjek. Tani në botën virtuale ka plot prej atyre që të ndjekin për të kapa të gabimin. Dhe sot Lukmani do t'i thonte fëmijës së tij, rri larg drogës. Rri larg veseve të këqija. Do t'i thonte, nëse atëherë i tha adhuro Zotin, sot do t'i thonte ruaju nga ato gjërat të cilat të largojnë prej rrugës së Zotit. Ruaju, sepse ato po na çojnë drejt humnerës. E sofistikon, shiko, kjo është më e bukur, është më e butë, është më e lehtë, po, dhe në një moment vjen që ti nuk ekziston më. Në Islam ekzistojnë disa kështjella. Kemi një kështjellë shumë të gjerë që janë mustahabet, pra gjërat e pëlqyeshme në jetën e përditshme. Pastaj vinë mendubet që janë me karakteristikë fetare, të cilat janë gjëra të bukura, e lezetojnë Islamin. Pastaj vinë sunetet. Sunet gajru më kede pra të forta dhe jo të forta. Pastaj vinë vajxhibet në mëdhhebin Hanefi, pastaj vjen farzi. Shejtani i mallkuar nuk është budalla. Që një njeri që fal 5 vaktet, të shkojnë ta sulmojnë mos e fal drekën sot. E ka të humbur këtë luftë. Po çfarë i thot këtij? Falen kohën e fundit, ke punë një për të bërë. Eliminon mustahabin, mendobin. Eliminon sunetin, fal farzin se sot s'ke kohë. Dhikrin, bëj rrugës. Po sa njerëz e bëjnë rrugës dhikrin? Zoti na fal. Omer radiallahu anhu nuk ishte ignorant që e mblodhi dhe tha, do të bëj çdo gjë këtu, pastaj të shpërndaheni. Sepse filloi të largohet ajo pjesa e sinqeritetit, Dhe kur vjen te farzi, pra te farzi është la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra shejtani sulmon nga më e dobta për të ardhur tek më e forta. Nëse thyen me dobtën do vite e fortë. Nëse nuk e thyen dot të dobtën, nuk e thyen dot, se nuk afrohet dot. Dhe ne kemi lënë popullin ton, besimtarët tani kemi lënë përballë farzit dhe shejtanit. Ja kemi thyer vetë të tjerat. I kemi thënë mos qëndron në xhami shumë, fal namazin ik se ke punë, dhikrin bëje rrugës, sunetin fale në shtëpi. Ja kemi thënë të gjitha këto ne. Pse? Se erdhëm ne të zgjuarit që bëm shkolla andaj dhe i treguam këtyre që shiko, sunetin ka thënë pejgamberi sa më fal në shtëpi. Po pejgamberi sa në shtëpinë kishte ngjitur me xhamin. Nga dhoma e tij dilte u futën në xhami. Sahabët i kishin shtëpia të rreth rrotull dhe sinqeriteti i tyre nuk ishte. Nuk u vende në diskutim sinqeriteti. Prandaj ne mos ndoshta e vum veten në rolin e sahabeve
pretenduam se do të jemi aq të sinqert, por sot jemi përballë një realiteti tjetër. Inshallah Zoti na ndihmon që të kthjellohemi edhe t'ju lëm diçka fëmijëve tanë në mënyrë që ditën e gjykimit mos dalim turpruar. Amin. Mendoj që duhet dhënë një model një efekt patjetër. Edhe pse vazhdoj të jemi në mendimin që kemi dështuar me fëmijët. Ishte një nder me fëmijë që të kisha këtu. Gjithashtu ishte kjo është hera e parë që takohemi drejt për drejt. Unë shumë mendime të mira kisha dëgjuar, po vërtet më bëhet qefi që të kisha përballë. Faleminderit gjithashtu. I meritojmë të kemi ca myftilerë të tillë që dinë edhe të luajnë futboll, që e dinë veten ku e kanë, e dinë pozicionin e tyre dhe nuk bëjnë pazare në kurriz të fesë edhe të drejtësisë hyjnore. Kalofshi mirë miqtë e mi, shikohemi në episodin e radhës.